Aktgjykimi e specifikon besoj unë jo, po është ashtu 3 gjëra kryesore. E para, afatin 30 ditë për zgjedhjen e presidentit para përfundimit mandatit presidentit ekzistues e ka lënë në fuqi. Ka thënë duhet ndodh 30 ditë para përfundimit mandatit ekzistues. Pra është e drejtë. E dyta, ka thënë nuk ka nevojë për dekret për shpërndarjen këtë rast, sepse është shpërndarje automatike. Që të në teori si shpërndarje pera konstitucione, ose si pas fuqisë kushtetutës. Pra nuk ka pas nevojë për dekret fare si shpërndat vetë. Arsyeja pse i ka vënë gjykata 34 ditë ka qartësu bukur, ka thonë për shkak se kuvendi u themelu me 11 shkurt e nuk i ka pas 60 ditë në total. Unë thash prom në emision, po ti më thoshe pse s'ja ka nisë prej 28 dhjetorit. Jo, unë të thesha konsultimet, jo kuvendi, unë të thesha për konsultimet. Po për konsultime, po për që ata, sa ata kanë mujtë më konsultu marët. Po, gjykata ka bu këtë zgjidhje kreative me dhonë këtu 35 ditë. Unë mendoj që nuk u dosh me i dhonë, sepse mendoj që nuk ka rëndësi kur formohet kuvendi, megjithatë për mua është në rregull, sepse gjykata ka dosh me dhonë në shans, po që t'jemi të qartë. Afatin 30 ditore kalon fuqi bile ka thonë specifikisht, herë në ardhshme kur zgjedh një president duhet me zgjedh 30 ditë para përfundimit mandatit presidentit ekzistues. Mirë. Tani edhe për çështjen e qëndrimit në sallë deputetëve, a janë të obliguar tash me nejt në sallë? Jo, aktgjykimi e ka sqaruar edhe do ta sqarojë edhe aktgjykimi vijus për kërkesën e Zgazio. Nuk ka detyrim për deputet me nejt në sallë, e ka sqaruar jashtëzakonisht në mënyrë shtërruese, nuk ka detyrim për deputet, nuk mund të ketë sepse s'ka asnjë kushtetutë evropiane ashtu. Kjo është e tëra prej aktgjykimit. A e ka shkel bazum në këtë vendim që e ka nxjerrë gjykata kushtetuese? A del që Vjosa Osmani e ka shkel kushtetutën? Jo, normal, për një arsye. Di pse? Sepse gjykata ka thonë kuvendi vërtet do të më shpërndajë nëse se zgjedh presidentin në kohë. Po ka thonë nuk ka nevojë fare për dekret. Domethënë, nuk ka pas nevojë fare me nxjerr dekret sepse kuvendi shpërndahet ka thonë automatikisht. Prandaj nuk e ka shpallë jo kushtetues. E ka thonë, nuk e ka thonë që është kur jo kushtetues, do nuk ka thonë që ka shkel kushtetues, se e vërtetë është se ka shkel, po vetëm ka thonë hera tjera nuk ka nevojë me nxjerr dekret fare, se kjo është një çështje që ndodh automatikisht. Edhe kjo është në rregull. Po, Dardan Gashi ka një pyetje. Mirëmbrëma. Nëse ka pos efekt, po më falë, nëse ka pos efekt juridik, sepse kuvendi de facto është përballë dhe s'ka qenë funksion, qysh nuk është shkelje. Sepse po të mos kishte pas efekt dekreti, kish mu pajtu që s'ka pas shkelje, s'ka pas konsekvencë. Mirë po kuvendi që disa jo gati një muj nuk është në funksion, jo privu prej drejtës të vetë. Tash du të mu rikonstitu kuvendi, si me thonë mu këthy në funksion kuvendi, pas një shpërbarju. Jo, se shpërbarja është pezulluar në gjykatës kushtetuese. Tash po të përgjigjem pse nuk është shkelje. E keni lexuar dhe gjykata nuk e thot kur që është shkelje. Me ko shkelje e thot gjykata. Nëse tjera ka thonë është kundër kushtetues. Nuk e ka thonë nuk dekreti nuk prodhon efekt juridik, ka dashur me thonë pra ato që dekreti është sikur të mos kishte ekzistuar, sepse nuk ka nevojë me ekzistuar. Pra është shpërndarje automatike, nuk ka nevojë me nxjerr akt të shpërndarjes. Ka nevojë për shembull në rastin kur votohet mosioni mosbesimit qeverisë, kushtetuta. Në këtë rast ka nevojë, prandaj gjykata në asnjë fjali nuk e ka thonë që dekreti o kundër kushtetues ose që ka shkelje kushtetuese. Këto dy fjali nuk zgjidhen në aktgjykim për çfarë arsye, s'ka pas nevojë për dekret. Po afati 30 ditor, bile gjykata ka përsërit, ka thonë herave tjera kur zgjedh një president afati 30 ditor është obligativ. E ka përsërit. Ky rast ka thonë është përjashtim. Ja u dhojnë 34 ditë si përjashtim sepse nuk i keni pas dispozicion 60 ditë. Mund ta kuptoj logjikën pse, por kjo është e vërtetë. Uleni me ta me fol. Jo, në pyetje edhe një herë kështu. Çka ndodh tash me 60 plus në shkrimet që ndodhin për dy kandidatë tjerë? A mund mu përdor ato në shkrime apo jo ndjek? Se po ka diskutime ndryshme. Nëse kandidat tërhiqen, a lirohen në shkrimet? Nuk mund me thonë këtë moment sepse nuk e kom studiu që të pisë. Të jemi sinqert me ty se nuk e dita nëse do të jetë këtë çështja. Nuk mund të them se mendoj që edhe kjo nuk është e caktuar me kushtetutë. Shpresoj që s'hyjnë edhe në një fazë. Nëse dikush e çon edhe këto kushtetuese, shkojmë dikun ka statorin zgjidhje, se ka korriku na konvenon. Neve na konvenon ka korriku. Kjo krizë politike nuk ka krizë ligjore. Besoj në fjalën e së më thon. Besoj në fjalën e së më thon. Gjykata kushtetuese vërtet ka dhënë afat shtesë, por që ta dinë opinioni publik. Dështimi për presidentin s'ka qenë dështim se s'kena pas kohë, po s'ka pas vullnet politik. Prandaj nuk besoj që këtu ditë shtesë do ta zaventësojmë vullnetin politik, dhe gjykata qorta se ka thonë se ne nuk mund ta formsojmë vullnetin politik.
Prandaj jemi në situatën që jemi tash këtë ditë du të përdoren në mënyrën më të mirë të mundshme për në procesin e ashëm që na pret. Nëse nuk arrim me zë president, shtot që shorin duket i vjen është data e fundit për zgjedhje dhe gjykata ka thonë se kjo shkon automatikisht zgjedhje. A pranon PDK-ja tash kompromise për president apo vlen fjalë që i ke thonë para disa ditëve? Prom. Unë sonte nuk po thëm ma shumë, veç këtë po thëm. Nesër do të kemi mbledhje të kryesisë Partisë Demokratike, pas mbledhjes kryesisë është në orën 2, ne do ta kemi një qendrim të qartë, të kthjellë lidhje me këtë çështje, edhe do të njoftohen të gjithë, unë nuk do të flas para mbledhjes së kryesisë. Okej, se mu do të me kthy termali se po xhelozon. Jo, nuk ka që po xhelozoj, po ja nisi me shku te mesazhet e i dalin bisedat me Albin Kurtin. Intervistë mirë.